Bashkimi Evropian ka afat deri më datën 4 korrik për të zbatuar plotësisht marrëveshjen tregtare me Shtetet e Bashkuara ose do të përballet me tarifa shumë të larta, tha të njëjtën presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pasi telefonate me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Njoftimi, i cili vjen mes tensioneve në rritje midis BE-s dhe SBA-s, shtyn një kërcënim të bërë nga Trump të premten e kaluar, kur tha se tarifat për makinat e prodhuara në BE do të rriteshin nga 15% në 25% diku këtë javë. Kam pritur me durim që BE të përmbush pjesën e saj të marrëveshjes historike tregtare që ram dakord në Skoci, marrëveshja më e madhe tregtare ndonjëherë. U bë një premtim se BE-ja do të përmbushte pjesën e saj të marrëveshjes dhe sipas kësaj marrëveshje do të ulte tarifat e saj në zero, shkroi presidenti amerikan në mediat sociale, duke ju referuar ditës së pavarësisë së SBA-s e njohur si katërkorriku. Ai tha: "Pajtova t'ju jap kohë deri në 250 vjetorin e vendit tonë, por ndryshe për fat të keq, tarifat e tyre do të hidheshin me njëherë në nivele shumë të larta." Parlamenti Evropian dhe shtetet anëtare po negociojnë aktualisht legjislacionin që do të mundsonte heqjen e tarifave. Një raund bisedimesh dështoi të mërkurën në mbrëmje, por ligjvënësit përshëndetën përparimin drejt një rezolute të mundshme më 19 maj. Pika kryesore e mosmarrveshjes është një kërkesë nga ligjvënësit për të futur masa mbrojtëse në rast se Trump shkel angazhimet e përbashkëta ose kërcënon integritetin territorial të bllokuar, siç bëri më parë këtë vit kur kërcënonte të rëmbente me forcë Groenlandën nga Danimarka. Kërcënimi i Trump për të rritur tarifat nga 15 deri në 25% i ka inkurajuar më tej kritikët e marrëveshjes, të cilët besojnë se presidenti amerikan herët avon do të tërhiqet dhe do të kërkojë më shumë lëshime nga europianët. Në mesazhin e saj në rrjetet sociale, von der Leyen shprehu besimin se legislacioni në pritje do të miratohet para afatit të caktuar. Ne mbetemi plotësisht të përkushtuar nga të dyja palët për zbatimin e tij, po bëhet përparim i mirë drejt uljes së tarifave deri në fillim të korrikut, tha ajo.